Dashur me qemi rikthyer në rubrikën tonë WhatsApp e përembruam edhe qysh në fillim të emisionit, do të kemi një bisedë me fituesin e fotografisë së vitit 2014, Erion Halilaj. Erion, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Të kemi përmend shumë, të kemi përmend ditën kur ke fituar, javën, muajin, edhe gjithashtu edhe vitin, kështu që tashmë edhe shikuesit po kanë mundësi me ditë prapa kujt fshihen ato fotografi tradicionale. Tregona fillimisht pak për fotografinë, a është hobi, është një punë që mirësh vazhdimisht me të? Unë me fotografi kam fillu si hobi, po nuk i dihet jetës o të shku të bo profesion i jetës. Unë në fotografinë e kom dosh që fëmiku jam kohën, jam marrë fotografi, po që 5 vjet jam të mund të marrë fotografi që 5 vjet unë punoj me një agencion që kom hapë në Gjakova Promotion, thirret agencioni. Kjo tradicionale, që fotot që kom bërë tradicionale gjitha, këto që i kom dërgu të ju, unë dikon mëse gjallet foto më duket, po ato që 5 i keni zgjedhju vetë, shtafi juj, edhe edhe mu ato më kam pëlqyer tepër që i keni zgjedhë. Kështu që faleminderit edhe një herë për juve nikon. Edhe, ta ka marrë mendja që do të zgjedhësh fotografie javës, muajit, vitit? Ndoshta për muajit po, ama për vitin nuk e kam mendu fare. E ke përcjell atë ditë emisionin apo? E kam përcjell. Në stop kam nejtë në kom të këqyrë. Apo pëtaj jo, po. Edhe, besoj që edhe familja dhe shoqëria kanë qenë ata që të kanë përkra. Gjithë. E sidomos, falë që më ndërry, po sidomos familja që në kom pas gjithmonë nga brapa duke më pështet, për çdo gjë që kom bo. Se me aktrim këj marë në fillim, se me fotografi, se me tash me agencion, gjithë e kom pas brapa. E sidomos, agjen që më nejtë non-stop me qa kom pas nevoj, qysh kom pas nevoj, nëse bukon pas me. Okej, po e shohim edhe tash në ekran fotografinë e vitit cilën e ke përzgjedhur, e kam përzgjedhur vetë shikuesit në fakt, po cilën e ke fotografuar. Edhe na trego pak ideja, ka qenë ideja jote për këto, veshjet janë gjitha nga i ke marrë, tregona? Kjo është shumë interesant, kjo foto. Fotot janë bënë në një fshat afër Gjakovës, që quhet Dobrigje. Edhe mendimin e Rizo Shabane, njëri shumë i mirë që na ka ndihmuar shumë. Edhe kjo foto ka shumë interesant se vajza ku hyp në kalje aty u kanë të tutut shumë. Edhe unë e kam bërë këtë djalit emrin e ka Arblen, shikom një herë, u kthy edhe kjo, u kthy dhe që kam bërë, shumë shpejt e po dalë shumë foto e bukur, dalë shumë e mirë. Edhe nuk kam besu që ka me fitu vendin e parë, po ja që Gjanat spontane gjithmonë janë shumë të bukura. Shumë të bukura. Për veshjet që më pyete, për veshjet o për kujdes një zonjë shumë nderuar, Tuta Biblekaj, është nga Gjakova dhe ajo, punoj me veshje, ne punoj non-stop me do për veshje tradicionale, edhe vajza se është frizere në agencion tonë, Nita. Edhe, besoj që do të vazhdosh të mirësh me fotografinë, për ndryshe Erioni vjen nga Gjakova, më trego pak për atje, je në studime? Kam marru shkollën e mesme, gjimnazin. Kam provu më regjistru në fakultetin e arteve për aktrim, si vjetë nuk mujta më regjistru, kështu që im të marrë më agencioni, im të prit vitin tjetër për më regjistru prapë fakultetin e arteve. Agencioni po shkon shumë mirë, nuk e kam besu as vetë. Gjakova u bo shumë pesimist i rinia në Gjakovë, kush nuk më ndeke pozitivisht, just negativisht, edhe mendova që një agencioni modës për të rritë dhe të reja që kanë ambicie për modë, është shumë mirë, edhe në shkoj shumë mirë. Ka vajzat edhe djemë të bukur Gjakova, kështu që... Po, janë shumë bukur, janë shumë të mirë. A këshit pranu liriku në agencionin e juja, jo? Po, me gjithë qef. A këshit prej flukt, a këshit një prej kushteve? Jo, ma bukur me flok. Thuj po, thuj po. Jo, ma bukur me flok. Thuj sekret, po dojmë ja prem. Erion, nisi staf i Bombonit edhe Radio Televizionit 21, kemi vendos me ta do një dhurat, shenë falenderime, dhe për fotografinë e vitit, shu që mundesh me hap vetë, edhe më ju tregu edhe vetë shikuesve se qka kemi këto. Shpresoj që ka me të pëlqy. Wow, është shumë e bukur. Kjo është dhurata nga Bomboni për Erionin dhe fotografia e vitit. Shumë falenderit. Tu e ke edhe Radio Televizionit e një edhe Bombonin, e ke edhe një tjetër. Ta mbajun e këto? Po, falenderit. Gjakova, peni qaj heqa jo? Pim, jo. Jo, dhe aqë shumë, se Loriku e di se se pim shumë. Kafe turke. Shumë buke. Edhe këtu e keni të shtypur fotografin e vitit. Mo në kom një koleksion me kësi thosë në shpe, edhe këto pjesë t'yne shumë më pëlqen. Shumë falenderit.
Ska përse, faleminderit ty që ke kontribu në emisionin tonë këta, mendove ku me lonë, ku mja bo vendin në shpe? Po. Ndomë diku? Do ta bëj në zyren e Gjakova Promotion. A po? Shumë mirë. Në ndërkohë, besoj që nuk do tjetë kjo i ra fundis nga dërgosh në Facebook fotografi. Do të dërgojmë prapë. Veç më, jo që ashtë bukra, ti lëmë radhën dikuj tjetër se 2 herë brenda. Atër në po dërgoj fare. Që gjithë qështë më tu që ka me qenë mira. Gjithë që ka me qenë mira. Ke rion për fund, besoj ke diçka me shtu, para se që ne ta përmbyllim edhe këtë intervjist. Isha të Gjakova Promotion, ndashtë veç edhe me shtu se në muajin nëntore ka majtë Miss edhe Mr. Teen of Gjakova. Ka qenë një spektakël që tash do ta mbajë tradicionalisht me lejen e Ministrisë dhe Drejtorisë Kulturës në Gjakov. Do ta mbajë tradicionalisht edhe kështu që na ka ecë mirë diku 950 veti kom pas në sallë, na ka ecë perfekt. Edhe falenderoj këtë ata që na përkrojnë edhe kanë na përkrahur si agjencion. Shumë mirë, po turoj suksese edhe në këtë drejtim edhe vitin tjetër në fakultet. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.